ndahet integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një ëndër që ne kemi shumë vjeçare. Edhe duhet të fokusohemi të gjithë, sepse duhet t'ia dalim që fëmijët tanë të pajisin pasaportë evropian. E gjithë gara shumë e shëndetshme. Ne jemi të gjithë fitues, ne jemi një skuadër fituese, kështu që ne po bëjmë maksimumin që mandatin e katërt, mandatin më të rëndësishëm, integrimin në Bashkimin Evropian, ta çojmë të gjithë përpara me skuadrën fituese. Nuk kemi fare kundërshtar politik, kjo është një vërtetë e madhe. Ne po luftojmë për çdo vot në fakt, po sigurisht që përballë nuk kemi asnjë kundërshtar. Në fakt, ne jam përqendruar në gjithë qarkun e Korçës dhe jam shumë interesuar që gjithë banorët e qarkut Korçës, prej Leskovikut, Pogradecit, Ersekës apo Devollit, të më njohin mua si Besa dhe të votojnë për mua, për Partinë Socialiste. Premtimi specifik, në fakt, unë e kam shumë të qartë. Fokus shumë i madh tek zonat rurale. Për një vit e gjysmë në bashki, si në kryetare e bashkisë, unë njoha me gjithë problematikat e zonave rurale dhe unë kam një ëndër të madhe. Investime të mëdha në zonat rurale për të bërë çdo fshat të Korçës, fshatra turistik, të vizitueshëm nga të gjithë, po themi një model të vogël të Voskopopis. Partinë Socialiste, është shumë e rëndësishme që ne të gjithë fokusohemi tek vota për Partinë Socialiste, sepse vota për Partinë Socialiste është një mision i cili te kalon veten, pra të gjithë ne që punojmë për Partinë Socialiste jemi në kuadër të punës për te vetes tonë, sepse ky mandat bën diferencën e madhe në jetën tonë, siguron antarësimin tonë në Bashkimin Evropian, ne në fund gjithë pajisemi me një pasaportë evropiane dhe vetëm Partia Socialiste mund ta mundësojë këtë gjë. Edhe sigurisht një votë për Besa Spava.